Valon energjia e parë e verës, Vlora Çelës Zyrtari, sezonin turistik 2026 me këtë moto. Për 2 ditë me radhë, në datat 9 dhe 10 maj, qyteti bregdetar do të sjellë një atmosferë ndryshe përmes aktiviteteve të shumta, të cilat kanë nisur qysh këtë të shtunë e do të vijojnë gjatë mbrëmjes të shtunës si dhe përgjatë ditës së diel. Në një prononcim për mediat, kryetaria e Bashkisë së Vlorës, Brunilda Mersini, prezantoi aktivitetet që do të zhvillohen në këto 2 ditë të çeljes së sezonit turistik. Mbrëmjet festive do të shoqërohen me ritmet e muzikës nga emra të njohur të skenës shqiptare, duke sjellë atmosferë festive për qytetarët dhe turistët. Data 9 edhe 10 maj do të jenë 2 ditët ku Vlora do të çelë sezonin turistik, me një gamë të gjerë aktivitetesh ku sot dita i është kushtuar pikërisht fëmijëve dhe siç e shikoni këtu ka stenda sportive për fëmijët, diku janë hapur lorat e volejbollit, diku shahu, diku teatri i kukullave, pra një gamë e gjerë aktivitetet ku janë përfshirë fëmijët. Dhe totalisht mbasdita do të jetë e inkuadruar për një gamë të gjerë aktivitetesh ku çdo fashë e komunitetit do ta gjejë veten. Ora 17 në këtë skenë të mrekullueshme do të jetë sfilata e miseve me veshje franceze, pra ajo është International Fashion Week që është çelur si pari në Tiranë dhe do të vazhdojë në Vlorë, dhe Nik Xhelilaj me Luana Vjolcën në ambientet e kinemasë së Vlorës do të shfaqin filmin e tyre, dhe pastaj në orën 18 me panairin e mrekullueshëm të artizanëve të Vlorës, ku gjithë komuniteti vlonjat dhe të ftuarit do të kenë mundësinë të shikojnë punimet e mrekullueshme të artizanëve vlonjat. Pastaj si pari i festave do vazhdoj me atë që ju e keni 3 ditë që e shijoni me sfilatën edhe ndarjen e çmimeve të Arket Islamit pranë Marina Bayt, ambientit të Marina Bay do ndahen çmimet, dhe po kështu në orën 20 do të kulmojë mbrëmja me fillimin e koncerteve ku zërat më të fuqishëm të muzikës shqiptare shpresoj do të bëjnë një spektakël. Dita e nesërme do të vazhdoj përsëri me një gamë të gjerë aktivitetesh dhe po ashtu Balina Bodinaku sot në orën 7:19 do të ketë një shfaqje të mrekullueshme për gjithë jetën e Tefta Tashko Koços dhe ne mezi e presim dhe atë shfaqje, dhe dita e nesërme do të fillojë ritmi i muzikës me këngëtar përsëri të preferuar ku rinia shqiptare do të shijojë kërkesën e tyre, pra rinia vlonjate ka pasur një kërkesë të veçantë për gjithë muzikantët, po sidomos për këngëtarin Noizi. Ashtu si në çdo sezon, po si vjet ne kemi dhënë një ritëm Vlorës me atë që quhet Valon On, pra çdo gjë do të jetë on. Shpresoj të sfidoj motin, sepse dije që ne kishim përgatitur shumë aktivitete, moti i prishi gjithë planet tona, por sot, siç e shikoni, dita ka nisur më qetë, shpresojmë që moti nuk do të bëhet pengesë për aktivitetet. Mersini ka theksuar se Vlora pret një sezon edhe më cilësor këtë vit. Aktualisht qyteti numëron rreth 20.000 shtretër akomodimi, ndërsa gjatë verës pritet të shtohet njësi të tjera, për shkak të interesit të lartë dhe prenotimeve po ashtu të larta, nga turistët vendas edhe të huaj. Vlora është kthyer në epiqendrën e gjithë prenotimeve tashmë, gjithë operatorët turistikë në pritshmëritë e tyre janë të kënaqur sepse i ka kaluar të paktën numrin e deri tani numrin e njerëzve që kanë vizituar 10 Vlorën. Tashmë ne kemi të regjistruar 20.000 shtetër në qytetin e Vlorës, dhe pastaj këto janë shtetër hotelerie, por Airbnb dhe ato që janë në platformat e booking nëpërmjet shtëpive e rrisin këtë numër, dhe pa diskutim Vlorës si vjet në pjesën e Orikumit dhe Radhimës janë shtuar hotele dhe njësi të reja akomoduese, të cilët pa diskutim rrisin kapacitetet. Vlora Çelës Zyrtari sezonin turistik veror 2026 me 2 ditë plot aktivitete, më 9 dhe 10 maj, duke i hapur rrugë edhe një sezoni ku qyteti pritet të jetë sërish epiqendra e turizmit shqiptar.